shikoj ndjem e kënaqur që në fund të fundit shkenca ecën edhe flet edhe shqip. Kjo është e rëndësishme. Po, sigurisht. Sigurisht. Ju keni studiuar në Itali gjithë kohës, apo në Shqipëri një pjesë dhe pastaj vazhduat atje? Atëherë, jemi le të nisemi nga Bryli. Unë kam bërë shkollën e mesme në gjimnazin Smej Qemali dhe më falni, por është një zonë ku ka lëvizje për moment. Në 1994 dhe më vonë u regjistrova për 2 vjet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Ishte viti 1996, nuk ishte periudha shumë e volitshme në atë periudhë. Dhe unë vendosa që të zhvendosesha në Bologna, ku rifillova nga e para studim. Pra, teknikisht të gjithë atë udhëtimin tim universitar, unë e kam kryer në Tiranë, por në Bologna, por rrënja e mjekësisë është në Tiranë edhe unë këtë e kam jam krenar për të. Për rrënjët? Për rrënjët janë të rëndësishme. Dhe pastaj vazhduat në Bologna gjithë kohës. Specializimi ju? Rifillova nga viti i parë në Bologna, u diplomova në Bologna mbas 6 vitesh, u specializova gjithmonë në Bologna. Fillova punë si mjek në spitalin, një nga spitalet e Bolognës, spitali Maggiore, që është një nga spitalet më të mëdha të urgjencës që ka Italia. Dhe pastaj u zhvendosa ndrova regione dhe u zhvendosa në Venet. Po, këtu pse erdhët? Apo këtu është një spital më i specializuar për këtë që ju bëni? Unë nuk e di se sa i intereson publikut tuaj pjesa ime private, por jo, themi që transferimi ishte për arsye private. Unë në Bologna, kur isha punoja në spitalin e Bolognës, i angazhuar edhe në pjesën akademike, njoha atë që është ime shoqe dhe shti, ishte studentja ime dhe vendosëm, ajo është nga Treviso, dhe vendosëm të rifillonim jetën aty ku ajo ka rrënjët e vetë. Po në rregull, thueni shqip ju që vajta heronjët e gruas. Bravo, exact. Pikërisht. Por në këtë spital ku ju jeni, në thënë ka një është vend i dur për specialitetin tuaj. Do të thënë është po, jo, kjo është e vërtet. Ky është një spital i madh që ka një si thonë shqip catching area, bacino d'utenza. Një zonë. Një zonë shërbimi. Zonë shërbimi, sepse një spital shërben. Kështu që zona e shërbimit vetë është rreth 1 milion banor. Dhe numrat në mjekësi janë të rëndësishme, sepse nga numrat varet sasia e ndërhyrjeve që bën, varet ekspertiza e një grupi, ekspertiza e një mjeku të vetëm, dhe kjo bën që të krijohet edhe një nivel ndërhyrjes që në spitalet të tjera më të vogla ose më pak të specializuara për një fushë nuk është e mundur. E kuptoj. Prandaj ndoshta se vazhdoj unë, i kthem rastit parë, nuk e dorë. Prandaj e sollën atë në Treviso sepse ky është një spital pra më i specializuar për raste ku ju shërbeni, ku ju punoni. Për pjesën e neuroradiologjisë ndërhyrëse vertebrale, kjo mund të thohet, kjo është e vërtet. Nuk ekziston një klasifikim spitalesh dhe nuk do të kishte qenë drejt të thuhet që ky është spitali më i mirë në Itali, sepse në Itali ka spitale të tjera mira, ka kolegë të tjerë shumë të zotët, por për këtë fushë specifike, të paktën në regionin e Venetos, bëhet fjalë për një region me rreth 5 milion banor, qendra që merret me ndërhyrjet mini-invazive të kolonës, kjo është qendra kryesore. Ju filluat në këtë spital, apo këshin specializuar tashmë dhe po punonit për këtë lloj ndërhyrjesh, apo janë të reja, janë nga më të fundit, janë viteve të fundit këto? Po, janë relativisht të reja, sepse kur unë zhvendosa në këtë spital përpara gati 11 vjetësh, një pjesë ndërhyrjeve që bëjmë tani ishin akoma në fillimet e veta.
teknikisht mund të bëheshin gjëra të tjera, por ndërhyrjet që bëjmë në këtë moment, një pjesë ndërhyrjeve që bëjmë në këtë moment nuk ishin akoma të njohur. Ndërsa tani flasim, ju flisni për diçka që për shembull se unë nuk e kam ide, në Shqipëri njehen këto lloj ndërhyrje, po flas për spitalet tona apo është një teknikë që unë besoj se po. Po. Besoj se po, unë më vjen keq, nuk jam gjendje që i përgjigjem kësaj pyetje si do të donit juve, sepse unë vi shumë rrallë në Shqipëri, kam pak kontakte kam miq në Shqipëri edhe në midis mjekëve. Një pjesë e këtyre ndërhyrjeve, një pjesë është e njohur, por nuk di se çfarë po ndodh në këtë moment në Shqipëri, prandaj preferoj mos përgjigjem sepse rrezikoj të bëj gabim. Okej, në rregull. Thjesht doja të di a kanë hyrë një ndërhyrje të tilla në Shqipëri, sepse nuk e kemi të qartë. Në Shqipëri flasim shumë së fundmi për problemet e shëndetit mendor, por nuk është se jemi të qartë ku ndryshon mendja, ku ndryshon dhimbja, ku ndryshon mosha, domethënë ka një lloj paqartësie dhe më shumë ka është shumë është shpërndar, po tregohet në një mënyrë pak banale mjekësia dhe po ngatrohen pyetjet dhe përgjigjet. Gjithsesi unë kam gjithmonë interes të kuptoj, sepse jam e rrethuar nga njerëz që kanë pyetje dhe duan të marrin më të mirën. Ju vini rrallë në Shqipëri, thatë? Po, vi rrallë. Po, pse kjo zgjedhje apo tani është një tjetër atje dhe e ngjeshur, edhe jeta dhe puna? Po, kjo është e vërtetë. Është jetë e ngjeshur, është jeta spitalore, jeta punës, jeta private, pothuajse gjithë familja ime është në Itali, shumë pothuajse të gjithë miqtë e mi të dikurshëm dhe ato janë të shpërndarë në Europë, është më thjesht për tu takuar, nuk e di, diku në Paris, në Berlin, në Londër, në Madrid, se sa në Tiranë, për fat keq, por unë besoj se gjërat janë duke ndryshuar. Uroj. Ndërkohë, ju keni ikur në një vit tragjik për Shqipërinë, ose në zgrip të tij. Dhe me siguri një prej arsyeve që i mban larg njerëzit që ikën atë kohë është edhe kujtimi i thellë që është diku i asaj kohe. Kjo është vërtet, është shprehje korrekte, por jemi të gjithë të ndryshëm se cili ka backgroundin e vet psikologjik, jetën e vet të jetuar, nuk për mendimin ose në rastin tim nuk është ajo që më mban larg, sepse kur kthehem në Shqipëri është shumë bukur. Herën e fundit që u ktheva në Shqipëri 2 vjet përpara për të kaluar pushimet, u solla për herë të parë vajzën time të vogël, që s'kishte ardhur akoma në Shqipëri. Ishte bukur për mua, ishte bukur për ato, shikon ndryshimet që Shqipëria po bën. Edhe ke një tjetër koncept për kohën që po kalon, sepse shumë gjëra që unë kisha lënë aty nuk janë më, për fat mirë apo për fat keq. Kjo është jeta. Por ama bryli e bërtet emrin tani atje. Të vendi vetë. Exact.